kam një tjetër pyetje, për cilën ishte gjithashtu komisionera Kos, që duket zyrtarja më e lartë që në një farë mënyrë i ktheu një përgjigje publike letrës presidentit Vučić dhe të kryeministrit Rama editorialit në Frankfurter Allgemeine Zeitung, se ku thanë pak a shumë që jemi gati të heqim veton, vetëm të pranohemi dhe të pranohemi në tregun e përbashkët europian dhe në zonën Schengen. Komisionera duket se tha se me sa duket ka një keq kuptim, nuk i din mirë kushtet çdo të thotë të hysh në Schengen apo në tregun e përbashkët europian. Mendoj që ishte një përgjigje diplomatike, kjo si reagoi Brukseli për këtë kërkesë të Rama Vučić? Jo, ishte përgjigje e saktë, do të thotë vetëm sqaroj se ju nuk mund të hyni në Schengen apo në tregun e përbashkët pa i përmbushur pak a shumë kushtet për antarësim në Bashkimin Evropian. Sepse ndonë se janë më pak voluminoze, kushtet për të antarësuar në Schengen dhe në tregun e përbashkët janë më të vështira se sa kushtet për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Kur Kroacia hyri në BE në vitin 2013, i u deshën më shumë se 10 vite që të përmbush kushtet për të hyrë në Schengen, dhe tash ka hyrë. Vendeve tjera po ashtu. 17 vite kaluan për Bullgarinë dhe Rumaninë që të përmbushin kriteret për të hyrë në Schengen pas antarësimit në Bashkimin Evropian. Pra, Schengeni është më i vështirë se sa që është antarësimi në BE, nga aspekti i përmbushjes së kritereve. Shembujt siç janë Zvicra, Islanda dhe Norvegjia janë shembuj të gabuar, sepse ato janë vende të cilat nuk duan të jenë anëtare, por i kanë plotësuar të gjitha kushtet. Prandaj ato janë vetëm në ato integrime ku vetë duan. Pra, duan të jenë në tregun e përbashkët dhe janë, duan të jenë në Schengen dhe janë, por nuk duan të jenë anëtare të Bashkimit Evropian dhe nuk janë. Këtu janë ato shtete të BE-s, shtete evropiane që në pak ka shumë i respektojnë të gjitha ligjet e Bashkimit Evropian, pa pasur mundësi që të jenë pjesë e vendimmarrjes. Ndoshta këtu kanë menduar Rama dhe Vučić që ja edhe Shqipëria e Serbia të bëhen anëtare pa të drejtë të votojnë, pa të drejtë të kenë komisioner, pa të drejtë që të kenë të drejtë vetoje, siç janë Zvicra, Norvegjia dhe Islanda. Tazëm vendimin për liberalizimin e vizave për shqiptarët në Shqipëri, për Kosovën, e kanë miratuar vendet e BE-s dhe në atë vendimmarrje nuk kanë marrë pjesë Norvegjia, Islanda dhe Zvicra. Mirë, po ky vendim vlen edhe për ta, prandaj qytetarët e Shqipërisë dhe Kosovës son mund të shkojnë edhe në Norvegji dhe Zvicër pa viza, pa marrë parasysh se askush nuk i ka pyetur ato dy vende. Dhe për fat të keq, as Serbia as Shqipëria nuk janë në nivelin e Zvicrës dhe të Norvegjisë, që të thonë se duam të antarësohem dhe nuk na duhet e drejta që të votojmë. Në rastin e Shqipërisë është parë vërtet si gabim, nuk janë impresionuar kundërshtarët e zgjerimit. E në anën tjetër janë zgënjur me kryeministin Rama, mbështetësit e mëdhenj të Shqipërisë dhe të procesit të zgjerimit, sepse kanë menduar se Shqipëria vërtet në vend që të lidhet me ndonjë ide për alternativa të antarësimit të plot, të fokusohet në përmbushjen e kritereve për të nisur mbylljen e negociatave dhe për të shkëputur edhe më shumë nga Serbia e për të afruar më shumë drejt malit të zi dhe antarësimit në Bashkimin Evropian. Prandaj zonja Marta Kos së paku në këtë pikë ka thënë atë që është realitet.